Përshëndetje, unë jam Migena dhe sot kemi një vlog të ri. E kam nisur vlogun që dje në fakt, sepse shkuam pak në Vlorë. Kur shkojmë diku e marr veten me fëmijë e them po, është momenti për të nisur një vlog. Edhe po e nisa që dje, sot po përtoja në fakt, po kur dola tani në balkon, edhe ishte ai dielli aq i ngrohtë, parku ishte plot me njerëz, me fëmijë, seriozisht u frymëzova, po, u frymëzova. Edhe thash do filloj vlogun tani. Po. Se s'bën, do e filloj tani. Po më shkon ora avash tiki të marra drolën. Sot është e premte, kemi 3 ditë pushim përpara, kështu që nuk e di çfarë do bëjmë, por e sigurt është që do kënaqem me gjuhën në mëngjes. Sepse gjithë të ditë dëgjojmë në orën 7, edhe për mua është shumë shpejt, qëse se jam mësuar të çojmë me drolën pas orës 9, 11, mezi e pres fundjavën. Vetëm që të kënaqem me gjuhën. Plus pasaj që kemi edhe pushime dhe shkojmë diku ose nuk e di, varet nga koha që do bëjmë. Tile vllafet, do iki të marra dronën tani. Direkt sa erdhëm në shtëpi, Adrola ja futi gjumit. Unë në mundova të editoja pak videon. Gjithashtu postova një foto në Instagram të luleve, ku thash që një fiksuar me lule të oko. Edhe më shkruajtën disa vajza më thanë. Edhe po, u zgjua Adrola. Dhe po thoja që më shkruajtën disa vajza dhe më thanë që duhet të postoj video. Tani video është gati, por përpres një konfirmim të bashkëpunimit që është tek ajo video. Ata nuk po më shkruajnë, kështu që më kanë lënë pezull edhe videon. Gjithsesi, unë kam edhe një video tjetër pothuajse gati. Gjithashtu kam nisur edhe këtë vlogun që po filmoj tani, që të jem në avans me videot edhe mos mungoj më aq gjatë. Kështu që po, video është duke u postuar. Besoj që sot ose nesër do jetë gati, por që gjithsesi, kjo që do shikoni ju do jetë dhe një video tjetër nesër. Dua t'ju them gjithashtu faleminderit nga zemra për gjithë dashurinë që kam marrë këto kohë që kam munguar, sepse më kanë ardhur aq shumë mesazhe, më kanë ardhur aq shumë komente. Seriozisht jam e lumtur, tepër e lumtur, që ka vajza që mendojnë edhe e ndjejnë mungesën time në YouTube. Kështu që faleminderit shumë. Ju thash në mënyrë që parë që është ngrohtë sot. Po, jashtë është plasja, ma këtu brenda është takull. Shikoni, domethënë unë siç mora drolën, kam marrë jam mbuluar këtu edhe ka ftohtë, prap ka ftohtë. Brenda është akull. Ama jashtë të kënaqet shpirti, syri, gjitha. Mirëmëngjes në dita tjetër. Ne po ikim në Tiranë. Pse? Kot. Thjesht po dalim për një xhiro. Tani po marrim për të ngrënë ndonjë gjë edhe gati për të nisur.
Tani në fund kemi ardhur këtu te Diana, te pasticceria domethënë, të marrim tort me petë edhe nga ato kornet, nga ato paste që kam qepur. Më ra ndërmend që ka pasticceri Diana edhe në Tiranë, edhe të shpresojmë që do i ketë ato që duam ne. Ti marrim në qoftë se ka edhe direkt për shtëpi pastaj se sot kemi Big Brother. Unë sot më kam filmuar fare, po fare. Tani me që dolë më thash, ok, po filmoj pak. Kisha për të bler ilaç për rrobat, edhe shkuam te Welli, mora Arielin. Ariel përdor gjithmonë, kam përdorur plur, kam përdorur kështu me kapsula, po e kam u kollaj me këto, se i fut rrobat, e fut të brenda dhe jemi në rregull. Ishte me 29 larje, 10.000 lekë. 10.000 lekë. Mora edhe këtë. Kjo është super, se do mos për një dyrën, e marr më shumë për atë pjesën lart te aspiratori, po, sa ajo më bëhet për shumë ndyrë, edhe me këtë e pastroj shumë mirë. Ne që pash edhe këto letrat e laguratje, i mora, ishin me ofertë, po më mbaronin ato të tjera që kishte marrë tash i marrë këto. Pastaj u futëm në dyqani me 1.3 euro, edhe morja drolla një lodhe për vete, unë mora këtë. Është scrub për fytyrën, e mora ta provoj njerë, pase më bën mirë. Për eksfolim thot edhe për hidratim. Do e provoj pastaj, edhe do ja tregoj si është. Kjo ishte 2.000 lekë, nuk ishte 1.600. Këto morën pak a shumë. Tani kam futur një lavatriçe këtu me atletet e bardha, se më ishin për ato të bardha. Qeshte me endin kur ikëm në Tiranë, kisha veshur atë xhaketën lëkur, edhe i thoja kam kombinuar xhaketën me atletet. Si këte isha veshur me të bardha, xhaketën kisha të zezë. Nice. Po, kam futur lavatrishën, kam për të futur dhe lavatrishët tjera, po duke që se ka qenë koha shi, po prisja pak thash mos ndoshta rregullohet, por që jo, deri në muajt kështu do jetë. Edhe nise, do vendos tonë për vende. Ju kam treguar këto që i kam bler te Temu, nuk e kam ngjitur akoma. Dhe thash pse jo të ngjitim sot me Androlkën? Ngjitim? Po. Ti provojmë. Po bëm do i badallak, pastaj do i bladallak. Po bëm do i budallak, pastaj do i heqim. I ngjitëm ne dhe shkësa bukur doli. Shumë bukur. Bukur Ola? Po. Do provoj pak këtë. Mami, ta baba. Bëllaj fytyrë. Ta. Më pëlqeu shumë, ma ka bërë fytyrën shumë të butë, edhe i gjithashtu shumë të bardhë. Nuk e di sa dallohet aty, po më pëlqeu, do e përdor. Të vendos edhe serumin tani që kam treguar.
Qa bërë? Se di. Para bukur të pa. Sa bukur e ke bërë, moj! Wow. Shumë bukur, Ola. Mirëmëngjes. Qofa ty. Nuk dua kështu. Qofa rolën të kopshti, dënja pak, se normal, dori pak. Mirë që nuk u zuri gjumi, se dje nuk filmova unë para dite, kam fjetur do më thënë me 2 orë, po pastaj u qova për atrekën e kështu. Pastaj pas dite dolëm pak, bëm një xhiro te lumi, edhe u nisëm për të shkuar te lumi, pastaj shkuam në Rëndar, blevëm dhe ambëlsira, filmova shumë pak, edhe po jo le t'i shikoni tani. Hey you, don't you worry about a thing, oh no. Every day is just a brand new start, just follow your heart. So many dreams are waiting for you. Sing hey, it's okay. Tomorrow's gonna be a new day. It's okay. Edhe po, tani po bëj syltjash, bëra një kështu si me piperka, me qumësht, me vezë, me miell. Ka dalë, nuk e rekomandoj, nuk më pëlqeu. Do provoj një recetë tjetër, kisha parë një tjetër, pa kishte pak më shumë punë. E bëra këtë, kjo s'doli gjë. Tani po bëj syltjashin si shtosh, kam vënë orizin të zjej, do i hedh qumësht, sheqerin, edhe pak fare niseshte një maj luget vogël, kafeje, se trashet qik më shumë në ata. Kjo koha sot, behar, ka dalë dielli është ngrohtë, se gjithë të ditë na ka mbytur shiu, një kohë që të merr frymën. Nëse bëhet jemi pozitiv se kemi fundjavën përpara, nuk kemi bërë ndonjë plan në fakt për shkuar diku, po qefi na i ka të shkojmë diku, por që me të parë me të bërë. Lulkat e mia, ju ita pak tani. Kam dëgjuar video për këto lulet, ku japin këshilla. Kam dëgjuar që nuk duhen ujitur shumë, sepse mbi ujitja, do me thënë, sasia e tepërt e ujit, i bën ato që të kalpen. Edhe unë mundohem të jetë gjithmonë nga pak, shumë pak ujë. Kjo më zhvilluar shumë. Pastaj kjo nuk e di, nuk kuptoj asnjë gjë. Më duket sikur është që kam bler atë ditë më parë. Besha gati për të marrë drolën, por më shkoj ti Hendri që po shkon ai ta marr, edhe unë tani, derisa të vinë ata dy, kam pak kohë për të edituar video. Tani, po shikoja pjesën që kemi shkuar në Tiranë. Doja t'ju flisja pak se nuk ju kam folur fare atë ditë, thjesht kam filmuar disa pjesë vogla që do i shikoni tani, por nuk ju kam thënë një arsye pse kemi shkuar. Atëherë, erdhi vllai nga Gjermania me nusen në Korçë, por që ne nuk shkonim do t'i takonim, edhe ata për disa arsye të tyre nuk erdhën dot të na takonim këtu në Fier, se vllai ndej shumë pak ditë. Edhe ne ç'a bërëm, shkuam në Tiranë për t'i takuar, sepse kishte fluturimin ditën tjetër, edhe shkoi një ditë para, kështu që ne kishim mundësi që të shkonim ta takonim, me takuam, u kënaqëm, u super kënaqëm. Kemi shkuar tek Tegu, ose normal, si daja me nusen, po i them nusja për që ju ta kuptoni, por që unë nuk e shikoj si nuse, po nejse, muhabet tjetër ky. Edhe po thoya që normal i blena drolës lodra e të tjera, hëngrëm, pastaj shkuam për të ngrënë ëmbëlsira, dolëm xhiro, shkuam për kafe, të tjera, jemi takuar diku rreth orës
4 ndoshta, 3:30, edhe kemi ikur në orën 10:30-11. Prandaj edhe nuk kam pasur mundësi t'ju flas. Këto pak a shumë, tani po ju le të vazhdoni të shikoni videon edhe bashkë do takohemi në fund për të bërë dhe mbylljen, sepse nuk e kam bërë një mbyllje për këtë video. Sing, hey, it's okay. Tomorrow's gonna be a new day. It's okay. So live your life and live your way. Your way, your way. It's okay, it's okay. Edhe po, ja ku takuam në fund, tani për të bërë edhe mbylljen, shpresoj shumë që ky vlog t'ju ketë pëlqyer, ashtu si u them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një comment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të qemi si gjithmonë në videon e radhës. Ju puth dhe ju përqafoj të gjithëve. Qemi në videon tjetër. Bye!